Pa dyshim se në qoftë se pyetemi këtë situatë që e keni tash, nuk folin dy motra mes vete, nuk folin dy vllazë mes vete. A është Allah i kënaqur me këtë punë? A kam ju shpërbly për këtë punë? A kam ju pagu me të mira? Këtë gjendje juve, a bjen rahmet shpikeni mu kënaq për mirave? Apo është e kundërta? A kënaqet shejtani me këtë punë? Dhe Allah hidhrohet me këtë punë. Largohet bereqeti, largohet rahmeti për këtoj, për ati veni, për asoj shpije. Cëla ndo? Përgjigja është e dyta. Prandaj, në emër të çkafit e hidhrën Allahun Azza wa Jall. Në emër të çkafit e largon rahmetin për shpije. Dhe ka kërcënu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në kohëra të caktuara gjatë vitit, në kohëra të caktuara zbret falja prej Allahut në tokë. Dhe Allahu ndalon që t'ju falen mëkatet atyre që janë të fjalosur me zvetit derisa të pajtohen. Subhanallah. Përmendo, penguosh nga falja e mëkateve për shkak se nuk flet me motrën tënde, me vllahun tënd më shumë se 30. 30 mund me marrë një vajnimi. Po më ka thonë, po më ka prek ani 30. Jo më tepër. 30 veç. Ma tepër s'ka mo. Mas 30 largohet inate, largohet uri, këtë du të më largu. Prandaj, pajton në emën Zotit, pajtonë. Pajton në emën të Allahut Azza wa Jall. Largoni këtu inate, këtu urrëtie, largoni këtë armiqësi që po ambjell shejtani, kur kush tjetër vallahi. Allah din sa gëzohet Allahu xhallahu ala që tash në këtë moment më uqum ja dhon dorën një ditë më pajtu, më përçafu në emën të Allahut të më kërku halal. E gëzoni Allahun shumë. Dhe i shkundni mëkatet e të juaja me shtirjen e dorës së pajtimit. Për çfarë prish? Për punë dunia llokut, për fjalë. Nëse që s'ka diçka tjetër më shumë këtë drejtim. Pa çka do qoftë tjetër me kon? Arrin njëri nush me motrët vet. Ma ato që ju ka bart i njëjti bark. Apo a keni pi nga i njëjti qumsht. E jeni ushqyt njëjtën sofër. Subhanallah, me këtë mos me fol. Për çfarë çmimi ndodh kjo? Po këtë botë me ta pa marr komplet. Hiç kurrë nga kjo botë mos me të lën, apo do të më fol. Se nuk harxhohet motra as vllau për kurrë nga kjo botë. Me pasurinë e Allahut Azza wa Jall. Për punë banale, për punë thjeshta. Dhe keni frikën e Allahut xhallahu dhe pajtohuni. Nëse vallahi me këtë e Allahun e hidhnoni. Me këtë i sjellni vetë dënim këtë botë në botën tjetër. E privoni vetën e juaj nga mundësia e faljes së mëkateve. E largoni rahmetin e Allahut për vetës. Ase Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men la yarham la yurham." Ai që nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Ne a rahmet është mos me fol? Rahmet me fol, rahmet me u dasht, rahmet me respektu, kjo rahmeti. Andaj ai që don Allahu me e mëshiru, le ti mëshiron të tjerë duke pas rapore të mira me ta.